Assalamu alaikum rahmetullah. Allah shpërblet hoq. Pra se vazhdo me pyetje inshallah, kush do të shëron për xhamatin me bëj pyetje inshallah, mos me mikrofonin dhe me bëj hoqë zë për pyetjen. Pyetja e parë është selam aleikum hoqë nderuar. A është prej sunetit që taravijat të falen 4 nga 4 e jo 2 nga 2? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në të gjitha transmetimet e sakta ka ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e taravive e ka fal 2 nga 2, jo 4-4. Më thonë, nuk është prej sunnetit me i falë taravijat 4 rekate me një selam, 4 rekate me një selam, 4 me një selam. Por prej sunnetit është me i falë vetëm 2 me një selam, 2 me një selam, 2 me një selam. Dhe të gjitha transmitimet, asë një transmitim i sakt nuk ekziston që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës e ka falë ma shumë se sa ka 2, s'ka, nuk ekziston. Madje ka hadithe të tjera në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhënuar që namazet nafile mos me u bë sikur namazet farze. Për shkak se namaz farz ka 4 rekate me 2 ulje e me një selam, sikur që është namazi drekës, sikur është namazi i kindis, sikur është namazi i yatsies. Dhe kështu ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me bë namazin nafile sikur që bëhet namazi farz. Namazi farz ka 2 rekate, sikur është namazi sabat, ka 3 rekate, sikur është namazi akshamit, e për këtë, kur i keni dëgjuar sqarimet për namazin e vitrit, thonë mos me përngjasu namazin e vitrit me namazin e akshamit. Atëherë çysh e përngjasoni namazin e natës me namazin e drekës, të ikindisë, të yatsies? Është e njëjta dispozit. Sikur që nuk lejohet me fal njëjtë vitrin, sikur që falet akshami, ashtu nuk lejohet me fal namazin e natës ose namazin e taravive, ashtu sikur që falet farzi që i ka 4 rekate. Pra në gjitha transmetimet e sakta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal namazin e natës ose namazin e taravive 2 nga 2. As një herë kur nuk i ka fal 4 me një selam, as 6, as 8. Gjithashtu, të gjitha transmetimet e sakta janë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal namazin e taravive vetëm 8, kur nuk ka fal ma shumë se sa 8. Një prej argumenteve me të cilat argumentohen ata të cilët gabimisht i falin 20 rekate taravi, thonë për shkak të veprimit të Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili në Medinë i ka tubuar njerëzit në namazet taravive, dhe kjo është e sakt. Dhe thonë se i ka bën 20 rekate, dhe kjo është e pasakt, se nuk është e sakt që i ka bën 20 rekate. Dhe thonë se për këto kërkush për sahabive nuk e ka kundërshtu, ose ka kundërshtu se me kundërshtu një gjë nuk e ka bo. Edhe pyetja që u kthehet aty në vet, qoftë edhe nëpërmjet argumentit juve, kur i ka tubuar Omer ibn al-Khattabi muslimanët me i fal taravijat në Medinë me imam, edhe i pas ka fal 20 rekate sipas tyre, ai ka fal ka 2 a ka 4, se këtë se përmend kërkush. Për shkak se Omer ibn al-Khattabi ka fal ka 2, kur i ka bashkuar muslimanët në Medinë namazet taravive, i ka fal ka 2. Ka disa transmetime të tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tjera namaze
ka fal 4 rekate me një selam, jo namaznate. Një prej transmetimeve të sakta është hadithi në shlirimin e Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal 4 rekate nafile dhe u kon ditë, nuk u kon natë, kjo nuk është namaznate. I ka fal 4 rekate, disa thonë ka qenë sunet i drekës, disa thonë ka qenë namaz falëndërimi që e ka shtiruar Mekën. I ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 4 rekate me një tehijat. Dhe ata që argumentohen me atë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal 4 rekate me një selam, por jo namaznate, tamam është e vërtet, jo namaznate. Po me që i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është e saktë, atëherë falni edhe ju që i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një ulje. Jo me 2, se që të uljen e parta na shtojnë, nuk e ka shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka një transmetim tjetër të saktë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e duhas, namazin e paradites, që njihet namazi salatu duha, e ka fal 8 rekate me një ulje, komplet rekatet deri në fund. Por ky përsëri nuk është namaznate. Kjo është namazi i paradites. Dhe ibadetet në shariatin e Allahut subhanahu wa taala janë të përcaktuara, por gjithë secilin ibadet, nëse nuk ka tekst, nuk duhet me bë. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fal 8 rekate pa ulje, veç me uljen e fundit në namazin e paradites, fali edhe ti kur ta fash namazin e paradites. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal sunetin e drekës në shtirimin e Mekës, ose ka fal namaz falënderim për Allahun me 4 rekate veç me një ulje, fali edhe ti sunetin e drekës ose falënderim ndaj Allahut për një mirësi që ta jep, por e fal ditën. Natën, çu shu fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Natën në të gjitha transmetimet, pra nuk ekziston hadith, nuk ka hadith të sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka fal ndonjëherë namaz natë, namaz taravive më shumë se sa 2 rekate. S'ka. Që do të thotë se suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fal namazet taravive është 2 nga 2, nuk është 4 nga 4. Por çka është puna, a kanë namaz ata të cilët i falin ka 4, sikur që i falin tash me 2 ulje. Dhe çështja me të vërtetë shumë e rrezikshme. Nga se një pjesë e konsiderueshme e dietarëve thonë kushdo që namazin e natës e fal ka 4 me ka 2 ulje, nuk ka namaz. Nuk është namaz, disa. Prej dietarëve të sunetit mendojnë se kushdo që namazin e taravive e fal me 4 rekate, me një selam dhe çdo 2 rekate ulet, nuk ka namaz, se nuk ekziston që si namazi vullnetar. Nëse ka mbështetje te shtirimi i Mekës, bën veç me një ulje. Atëherë ka një lloj mbështetje, edhe pse mbështetja nuk është shumë e fortë, se ajo është namaz dite, kjo është namaz natë. Nëse argumentohen me namazin e duhas, gjithashtu të me bëm defekti është te ulja. Me hjek uljen që me bë të paktën bile çish e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo ditën që nuk është veni që ati namazi. Atëherë çka thuajmë? Ne thëmë se namazi i taravive duhet më fal 2 nga 2. Mos më fal 4 me një selam me 2 tehijate. Për shkak se s'ka bë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithet në Sahihun e Imam Buhariut, në Sahihun e Imam Muslimit, në të gjitha librat e transmetuesve të hadithit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë namazin e taravive e ka fal ka 2 ka 2, namazin e natës e ka fal ka 2 ka 2. Atëherë bëne që ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një çështje që është interesant me tërheq vëmendjen e muslimanëve, pse këmbulni kaq shumë me bën ndryshe që ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo për studim është interesant me pyet dikon çka i pik ja me bë keq ja s'ka, për çka?
Merrni gjitha librat e hadithit se gjoni. Merrni praktikën e sahabëve, nuk e gjoni. Të gjitha hadithet thojnë ndryshe, 2 ka 2, nuk thojnë ka 4, edhe nuk thojnë me 2 tehijate. A bon më na kallzu, veç ka një prizat, jam me bo keq, ja s'ka. Jam me bo ndryshe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja s'ban ndryshe. Tash namazet nëse ulesh në dytën, veç jep selam, 8 tehijati, eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammadur Rasulullah, assalamu alaikum wa assalamu alaikum. Çun kom në herë, asnjë gjë s'ka këtu që as vanohet, as nuk kur gjë veç e bën sipas sunetit. Pse kjo ngurtësi mos me punu sipas sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Thot Allahu subhanahu wa taala, ne të keni kujdes ata të cilët e kundërshtojnë çështjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ntusibehum fitna, për shkak se to e kundërshtuar që ashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka mi kap fitneja. Ose fitneja, dietarët e Kur'anit, komentatorët e Kur'anit kanë thonë, fitneja më e madhe është me ran kufër. Tu kanë musliman bash kafir. Pastaj fitneja është përçarja, se gjithmonë përçarjen e bojnë ata që janë të punuar sipas sunetit. Ne të gjithë pajtohemi, të paktën në aspektin e jashtëm, deklarativisht se bashkohemi ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush thotë nuk bashkohuna për shkak të mëdhëbit, tatina secili me dietarët e vet, tamam. Po te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkohemi të gjitha dhe aty s'bashkohemi. Nëse të gjitha argumentet e sakta tonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falë vetëm ka 2, pse si boni ka 2, pyetja është pse? Në të kenë kujdes të Allahu ata të cilët e kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ata i kanë kop një fitne për shkak kundërshtimit. Ajo fitne është që bjen kufër, se ti ja nis me kundërshtu, hajse këtu s'ka gole, hajse këtu s'ka gole, hajse këtu s'ka gole, aty dhe kanë bë kur gjë. Fitnja tjetër, komentatorët e Kur'anit kanë thonë është përçarja e muslimanëve. Fitnja e tretë kanë thonë është devijimi prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose thot Allahu yusibhum adhabun elim, ka me kapata dënim i vështirë, dënim i dhëmshëm, pse nuk e kanë bë ibadetin, adhurimin që ashtu qysh e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse si ke bë? Unë e kam bë, e ke bë, po si ke bë ç'ish duhet. Si ke bë sipas praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim të saktë, Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ka kaluar rreth një tempullit krishterëve, vend që rrinë ata manastira, që e thonë që rrinë ata që ngujohen me ne gjithë jetën aty. Edhe i ka pa 2 prifta të vjetër, shumë të vjetër. Qatë që në kanë të vjetër, sa që i në lakue, se disa njerëz të pleshnia, edhe lakohen, zvoglohen. Kur ka pa në Khatabi kështu, ata jetën e kanë quë në kish të bëj ibadet. Jetën e kanë quë në kish të bëj ibadet. Jënë rrudh të bëj ibadet, po të bëj ibadet gabim. Ka lexuar Omar ibn al-Khattabi një ajet në Kur'an, në cilin thot Allahu subhanahu wa taala, amiletun nasibe tasla naran hamia. Jetën e kanë quë të bëj ibadet, në fund kanë më hinë në xhehenem. Pse me quë jetën të bëj ibadet gabim? Në këtu se ata që i falen taravit ka 4 qate kanë më hinë në xhehenem. S'po thojmë kështu, por tërheqim vërejtjen. Nuk është në përputhje me praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç kthene bën ndryshe, për shkak se rreziku është i madh. Nëse bojmë qef në këtë dënjo veti, s'ka problem. Po nëse ju del ditën e kiametit që i një falë këtë qështu, se s'u këndosh me falë qështu, se s'u falë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë çka bëhet? Për këtë suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazën e taravive, namazën e natës është me falë 2 nga 2, wallahu alem, wa qulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafurur rahim.